mundohem të jemi shkur dhe i qartë për të sot për me dhënë edhe një mesazh, edhe një këshill, që ndoshta ne besimtarë musliman nuk duhet të hikim prej problemeve me cilat ballafaqohemi, po duhet ne të shohim ato probleme edhe të zgjidhim ato probleme. Ne në xhami nuk mund të zgjidhim problemet ekonomike. As nuk mund të zgjidhim ndoshta problemet sociale, e as problemet politike. Ne ndoshta mund ta themi këndvështrimin islam këtyre gjërave, po ne në xhami mbledhemi për mi zgjedh problemet shpirtërore. Për mi zgjedh problemet të cilat neve do të na ndihmojnë edhe në këtë botë me jetu rahat, po mbi gjitha. Muslimani për çka jeton? Muslimani jeton për ahiret, atje ta kemi rahat. Allah xhelal inshallah na e bën nasib. Nderuar vëllezër, sot flitet dhe përflitet. Thashë pak më herët, na ka kaplu kriza ekonomike, besimi ka hum, tradhtia është shtu, njerëzit nuk besojnë njëri tjetrit, vëlla me vllajën është i dhnu, baba me birin nuk fol, gruaja me burrin si kanë marrëdhëniet e mira, relacionet e mira, janë shtu shumë probleme dhe asnjëherë nuk na shkon menja të shohim a kina na krizë shpirtërore apo s'kina. A duhet më mundu me zgjedh në qito probleme dhe si duhet me zgjedh këto probleme që muslimani të jetoj rahatshëm këtë dunjë. Sa askush s'në thot që vallaj këto probleme s'janë mesin tonë, sepse janë. Dërua vëllezër, për me zgjedh qito probleme, duhet me rregullu njerë temelin. Shtëpia që ashtu bon, njerë temelin. Nuk nisë shtëpia me bon njerë kulmin, pastaj murnat, edhe në fund hajde shashim në temelin. Jo be vëllezër, ka e prapa kjo punë. Mas pari duhet me ndrejt temelin. Mbi themel vendohen murnat, pastaj ndërtohet kulmi, e pastaj gjëra tjera që janë në kuadër të kësaj shtëpie. Neve muslimanëve në vendin tonë dhe në kohën tonë na ka kaplu problemi i themelit, problemi i zemrës. Në formalitet këtë mirë në pamjen e jashtme, qire këtë vi me valim gjumon, mashallah. Në rrugë kur takomi, këtë selam alekim, japin selam një tjetrit, e takomi përshëndetim, kur bandi një ceremoni do njëra, ban edhe një me vlut të shpia, qëfar musliman të mëdoj? Temeli, vlezër, temeli. Sot ta shohim që këtë temeli në andrejnë. Dhe mbi temel pastaj gjenerata e rej që vjen, e rregullon, i zgjidh këtë problemet. Shoqëria islame, nëse temelin e ka shëndosh, unë ju garantoj që këtë xhamin, që këtë vend, që këtë dot. Wallahi dhe billahi, pas 20 vjetëve këto probleme nuk i ka. Temelin nëse ndërtohet, temeli. Zemra nëse pastrohet, zemra. Piku fillon? Fillohet prap dhe këthejmë filmin qati para se mu bo dorsma. Qati dikun. Ku? Ta jo none ardhshme. Ta jo vajza para se mu bo nuse. Ta jo që duhet linde fmi. Ta jo duhet të edukoj e fmi. He qa jo njëherë duhet ta kese zemrën e pastër, i badetet i kese në terezi, dhe e vladit për ati që do linde, mos ka problem. Shkojmë pa në kone për Ameri sallallahu alaihi wasallam, ta shumë se si duhet me konë. Si kretë vajzat edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vajzave të Fatimi radiallahu anhu, erdhë koha me e martu. Po erdhë koha edhe me e bo një qah. Momentin dhe ditën që do të bëjë të një qah, pejgamberi alayhi salatu wasalam e pa Fatimen radiallahu anha, Allah qoftë të kënaqur me ta, të mërzitur, ju kishin murë syt me lot, edhe qante. Ndoshta të vajzat e gjeneratave më të vjetra, kjo cilësi ka qenë, të sodit më ka hupë. E afro afër dhe i thaj bia ime, a mërzitesh se po të martoj me Aliun radiallahu anhu? Kalzoj bia ime si të mërzite për që këtë punë, se vallahi, ja mundu me të azgjedh njeriun edhe ma të ditur, edhe ma të bukur, edhe ma besimtar, një ndër 3 pare që e pranun islam, me moral islam, me këtë mirat, ka zot që se mërzitesh për këtë ta di,
se vallahi ta ka mendu të mirën o bia ime. Fatimja radiallahu anha tha, o baba jem i dashur, s'jam mërzit unë për këtë rast, po mërzitem mos vallë, kime mbarazu me vajzat tjera. Unë e du dalona për vajzave tjera. Dikuj do thosë se, mendimi i një sikur vajzat e ditë të sotit. Dhe në mu dalu, fustoni jemi bardë, pse me kopi 500 eurove e asoj tjetër për 1.000-ve? Unë du me e posë më të mirë. Së më intereson burri e ma ka aska, pa do me bëdarë të mu martu. Fustonin më të mirë du të më bere. Së më intereson a ka aska, unë e shpi më darë të më zdu në restoran. Po edhe konktar pak me i zjetë, jo, cili dohë më ardhë me knu, qka s'di me bo atmosfera ti. Jo, atë matë mirin, sa ti lipe, 3.000, 5.000, 10.000 euro, sa ti lipe, darsëm njëherë martona une. Vajzat e shekullit ton, në pamje të jashtme musliman, temelin alo veç me zalë, pa qëmin kiq. Hazreti Fatimja radiallahu anha, a di qka tha? Tha, ja Resul Allah, nuk du të mbarazosh me vajzat tjera. Sigur që e ban një qahin, apo e cakton mehrin me ari dhe argjend për ata tjerat, unë nuk du, o baba jem, s'du. Nuk du as ari, nuk du as argjend në këtë dunja. O baba jem, thujëm, që mehrin tem kime caktu, ditën e mahsherit kur dalim para Allahut dhe Dhul Gjelal, që qatë dit mehri jem kese shefaati jot, dërmjecimi jot, edhe unë të hinë gjenet, o baba jem, që kita e du meher prej te. Temel i shëndosh. Kua ki temel? Kua ki temel? Themel mbi gjitha e patron zemrën, nuk hupët në natën e darsmës, nuk hupët. Të haroje Allahin, të haroje Resulullahin, të haroje obligimet islame, të haroje namazit që duhet të fale, të haroje që duhet të ambuloje trupin, të haroje obligimet që i kanë ndaj Allahu dhu Gjelal. Edhe Fatimja martoheshte, edhe ajo njëherë martohet, edhe ajo bënd të darsëm, ama ditën e gzimin tha, ja Resul Allah, o baba jem, mehri jem jari dhe argjend, mehri jem du tjesë shefaat ditën e mahsherit. Allahu Gjelal inshallah gjithve në banë nasib. Ndërrua vlezër, një non, se që qishtu e mendon një qahin edhe darsmën, kjo non dhe lind Hasana edhe Husejna. Kjo non lind. Ndërrua vlezër, themeli dhe zemra e pastër, një shembull tjetër tek një grua tjetër, këse radhet e Aisha radiallahu anha. Hazreti Omeri ki burri madhi muslimanve, ki trim, në moment që ishte në seqde duke i bo Allahu dhu Gjelal ibadet, munafiki asaj kohe, që të ngjajshëm ka dhe në kohën e sotit munafik sa dush, në pamje të jashtme musliman shëmiman, po në brenda themelin, viran, deri sa në rënë seqde ki burri madhi islamit, erdhë me thikë, edhe thikën ja vëndojnë në shpinë, redhi gjaku në gjami, dhe ajo ushtri për toke për dhonë shpirt. E morën, e qunë të shpia, momentet e fundit jetës ti, që thëjmë na heke me shpirt, e i bani me shenjë djalit vetë Abdullahut. O Abdullah, afromi pak afer, afromi. Këtë mendu që ki njeri tryn, burë, do t'i thoshte djalit vetë, o biri em, unë e pëndroj jetë, po gjakun tem t'a kthesh prap, t'a kmeresh, prishin pi burave kështu t'janë, ama pi ative që janë musliman, pi ative që në zemër e kanë imonin, pritën muhabet e tjera. Në momentet e vdekjes i tha djalit vetë, o Abdullah, a ko mundësit ma krysh një punë, ta marish rrugën dhe t'i qësh një selam Aishes radiallahu anha. Një selam.
ti tregoj që baba jem a duke dhënë shpirt. Në këtë dynjë e ka vetëm një kërkesë. Varri i tij tjese te komt e pejgamberit alayhis salam edhe Ebu Bekrit se ka pak të vend lirë aty. Që se zdu. Varri jem tjese te komt ative në qosh. Edhe në varë që u bëj sagi ative. Që ati vorin tem, që ke selam kja qësh Aishës radiallahu anha, në stol të ndeshme. Gjalli vetë unë gritë kome dhe dull për shpijë. Shpejtoj të dera, mrini, trokitin der, i dha selam, dhe oj nana e muslimanve, oj nana jonë. Baba jema duke dhonë shpirt, e ka veç një kërkes nga ti, e ka një kërkes, ka pak vend lirë të kom të pejgamberit edhe Ebu Bekrit, a jep leje që vorri ti të jese të kom të tyre, këtë kërkes e ka baba jem. Nana ju në ndershme, unë dalë, s'foli hiq, e po Abdullahu që si që ka nush me lot, filluj të qaje, hiq pa ndërprej, dhe tha, vallaj o Abdullah, qatë vend ja kum rezervu vetë vetës, kum dosh unë e qem pranë konve të pejgamberit edhe babës te me Ebu Bekrit, që ati kum dosh unë e me konë, që ndoshta si ju kum bo sagi të kon gjallë, në vërë që boj sagi ative, që ati kum dosh tjese vorri e mo Abdullah. O vlezër, një nanë e këtil prodhon shoqërit mirë. Jo menen të fustoni ma i ri, jo menen të darsma, jo menen të shëtitmja, jo menen të pushimi veror, jo menen të plazha, menen të vorri dhe të ringjallja, menen të gjeneti. Sit me lot. Po tha vallahi Abdullah më kin gushtu. Masi baba jote ka kërku këtë qoftë vendi jem, vendi i ti, mule të më vorosin dikun tjetër, voros të Omerin që ti. Shpetoj Abdullahu me vrap, arriti dhe erdi të shpia, dera qel, Omeri syt ka dera, hini mrejnda Abdullahi dhe tha, o bab, mishde se u pranu që ti të vërrosesh të kom të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mori frim thell, Omer radiallahu anhu dhe tha, kur gjon tjetër nuk du, mjafton që trupi jem tjeset të kom të atyre, dha shahadetë dhe shkuj. Dhe rua vëllezër besimtar, një nën e këtil, edhe një bab i këtil, krijojnë dhe formojnë shoqëri të mirë, shoqëri të pastër me zemër të mirë. Dhe rua vëllezër, dikuj do thosë se mirë be, ama këto ka njëtu në kohën e pejgamberit be, i të folë për vajzën e pejgamberit, për gruën e pejgamberit, për shokun e pejgamberit. Tashmo ka fillu, ka prish pak i rend. Jo vallahi rendi imanit kur s'prishët. Ai që ka iman të pasën zemër, sa herë ka me konë besimtari mirë, pa ma parasis provave e ki paraqitën. A di çka thot një njeri, një dietar në librën e vet? Thot kështu: një herë kam thonë me gjithë zemër i gëzum, elhamdulillah, 30 vjetë ku mbo, dua Allahu xhelal, o Zot ma fal ç'ki gjuna. Njëherë me zemër, ku më thonë me gjithë zemër i gëzum, elhamdulillah, 30 vjetë i ku mbo, dua Allahu xhelal, o Zot ç'ki gjuna ma fal. Po shka pas ka bombe ki njërë? Po shiro dhe qëfar zemre, qëfar zemre, jo formalitete, jo po mjetjashme, themel i shëndosh, themel. Tha, po qka ndodhe o imam, se e thu këtë fjallë? Tha, isha në xhamin e Bagdadit, mbrenda lexoja hadithe. Në atë kohë shkolla fakultetet s'ka pas të veçanta, në 4 xhamive janë konë. Po lexoja hadithe dhe një njeri të ngarej me vrap i loft, mu afro afër, ullë pra meje, pushoj tjere sa e mbarova hadithin që e lexoja, edhe më tha, a e di çka ka 3? Tha, ha, ka hini zjarë, qarshi së Bagdadit
e ka kall krejt qashin. Subhanallah. Ki qashin e ka kall. Tha krejt dyqanëve me ren vu ka hi. Po dyqan jem. Interesant, dyqan jot hitë ka gjik. Se ka ruk zarmi. Elhamdulillah, dyqan jem s'ka na gjik. U gzova. Ka përcej? Hamat nat, e fala namazin i acijës. Kur është pushoj, më shkoj menja. O ti, puna pana problem me zemrën. Unë e temeli se pana mirë. Mus mu kujtu në të vladit e mi, që u gjegën krejt me duqanët, unë e për duqanin te mu gzove, elhamdulillah. Pa ato qertë, ato që u gjegën, a nuk u dashunit mërzit në bashkë me to? Wallahi, të 30 vjetë, pas do namazin. E kum lutë Allahu Gjelal, o Zot, ma falë që ki gjuna, edhe zemrën teme ma pasro, se pana mirë. Imoni jem nuk kanë në terezi diçka, o Zot, ma pasro zemrën. Edhe qka interesant, para vdekjes e la një emanet. Pa kur të më varrosni, kur të më shtimin në dhej, shtimim një dikun veç voreve qera. Veç. Më shef dikun. Tha, pse o imam veç me qëtim? Tha se o frigonë ndoshta për çkak që ti gjunohi. Qire? Për çkak që ti gjunohi, kur të më vërrosin, toka dhe o s'ka me më pranu, ka me më qitë për jashtë. S'ka me më lonë me him rejna në tokë. E ka mu bo i bret para kret njerëzve. Zdu mu bo i bret. Edhe me më qitë toka për jashtë, letu më qese veç dikun, mos më shohet kërkush. Ti shfar frigin. A ka me pranu vorja jo, o vledhi. Po sa gjunohe be bëjna në dit, edhe hisna shkon menja, ki ledhi, që po në ma, e një dit kina me him brenda, a ka me në bo kabul me mrena jo? A ka me në qitë për jashta, apo ka me në pranu? Dërro vlezër, që sa i thot zemër e pasër, sa i thot imon, i kompletuar. Dërro vlezër, nuk mjafton vetëm në aspektin formal. Unë i fali namazin, unë kur vere Ramazania gjinoj, unë si daj pak me herët, ka i shof vllazët e një musliman, selam ju hap, unë kur më thirin me vlude shkoj, ku të farë muslimani mirë jam bon. Ama kur ven puna dikun interesi kësaj dënjoje, të indrejnë muhabet. Të indrejnë muhabet, s'mund ti mu të më zonë budal. Qëtu thëjnë ana? Ti s'mush me më zonë budal, se kam për pare, se kam për interes, ama s'mun e të lejojt budal të më bëjsh mu. E kështë shqit njoni këto, e të regon këtë rast për nga mberi sallallahu alaihi sallam për popujt e më hershëm. Rasulullah e të regon për popujt e më hershëm. E ka shqit tokën njoni tjetrit, edhe e ka bjekë tjetrit tokën, edhe me njerë ka njës me e punu, me e laru. Edhe më rejnë me një vend, dën, kër e shë, i zendi kona i shati. E gërinë, kur e qetë, kur e këshirë një qitë. Kur e qetë qypi mrena, këtë liratarit. Me konë si kënda që kishë me bonë. Se e të një qarshaf, mloje, mos në shojnë ma shpejt i shpia. Interesi, a i musliman lëk i formal. A ti zemra e kalë, musliman lëk i formal. Që musliman të mirina? Kështu banaj, në qëto momente. Këtë qka boni? Fap qipin, në kra, edhe drejtet e dera të aj që e ka blet tokën. Tak, në troket derë. Salam aleikum, aleikum selam. Qetë që ki qip e gjeta të ara jote. Burun, i jotë jeshtë. Ama kise që këtë dunjon, që këtë gjenetin të fitoja këtë. A këtë që s'ko fun hiç. Burun, të jotja. Jo, jemi me tha nuk ka. Prap kësisht e sigur na, jo. Me thonë, po, të arajima, bere. Jo, sa kështu. Ka, jo. Këtë tokë, unë e djetë, a këmë shqit ti. Picit a këmë shqit ti. Toka me këtë që ka komrena, artë e jotat koft. Masi, Allah zëllas me ka bo nasib, të punu une me gjetë, dhe me thonë, ka në jotja, nasib i jotë, mere. Valloj nuk e marë. Kjarja artë i joti, unë e familjen teme se u she me haram. Musliman e loqë, se u she me haram familjen teme. Haram goj nuk jap fëmijës tem. Jo. Pa vallahi edhe nuk e marr këtë. Jo me u përla aje jemja, tu përla aje jotja, ke jotja. Muslimani saglam kështu ban.
Çka me bo? Haj shkona te kadia. Shkon te kadia ja tregu në rastin. Kadia e pa që këto insiston një qetit me adhon. Dhe kadia po e pyet një pyetje. Ti të parit, tha po të pys, e vladat ka dhonë Allahu, tha po, qka të ka dhonë, ma ka dhonë, tha një vajzë. Ti qetit, a ka dhonë Allahu e vlad, po, qka të ka dhonë, mu ma ka dhonë një djallë. Haj për hajri koftë. Martoj e ti djallin tanë me vajzën tone. Dhe qki qipin me lira, evne ative, se vallahi ato e meritojnë, sepse pas kanë di prejnë që kanë musliman shumë të misë. Për hajri koftë ative. Edhe me të vërtet, Allahu dhe Gjelal e bani që ata ditë martohen dhe ta gëzojnë atë pasuri. Në kitë dënjo, e gëzun. Pse? E gëzun se zemrën e kishin të mizë, nuk e dojshin. Për që ata e gëzun. E gëzun edhe në kitë dënjo, e gëzojnë edhe në ahiret. Edhe a gjejnë gjenet. Allahu dhe Gjelal inshallah nasip në e banë edhe nejë. Dhe rua vletër besimtar, që shtu duhet me mendu muslimoni. Nështë asë në emrina kulminacionin, ama mu mundu deri dikun me emri me e pastru zemrën tonë. Deri dikun. Se na së mbomi, si kër bishri khafi. Si aj së mbomi, garantoj së mbomi. Bishë do se qka pas ka boma ata. Po aj, ati një dit, si kur të na që ndodhë shumë shpesh, bile shumë shpesh, kishin një shpia, kishin vedhë këtë shpia. Qa ka pas brejna e kam vedhë? Edhe të nesër me, kur e she, tregon shokët vetë fudajlit, thot këtë shpijën dhe ma këshim vedhë, edhe ka. Subhanallah, thot je njëri ur, njëri i meqëm, njëri musliman, a konë be njëri, si ta kam vedhë shpijën, që ta kam vedhë pasunin, a konë. Thot ebi pak gajret vetës, pasunia dhe në shkon. Ka dalë, thot o fudajl. Wallahi, thot nuk jam të kajtë për malë. A di pse jam të kajtë? Wallahi që ta se ne kishmi bona. As njoni se ne kishim bona. Sekreti monët tone janë qatë dokta, që as njoni si shkon menja që ati. A di qka tha? Wallahi nuk kaj për pasuni. Wallahi ve billahi kaj për hajdutin se mëdhimët. Wallahi kaj për hajdutin se mëdhimët. Se ka me dek, me hajdutni ka me dalë para Allahut, dhe Allah ka me bon shumë azab. Wallahi mëdhimët, azabi si ka me prijetuaj. Wallahi për ta mëdhimët, se vllai e musliman është. E iman, hello, qka iman, o vllai e mi dashur. Së mëdhimët mali, mëdhimët njeri, që ju ka bon për gjuna, e ka shkatru jetën e vetë në kitë dunjo, po qegja që s'ka fun hiq, si do t'i dale për para Allahu bu Gjelal, hi ngarku me gjitha të gjunahe. Qa jo tha mëdhimët, vallahi, edhe për që ata po mërzitna. Dhe rua vlezër, këto janë ndjenja islame, që qito. He qito janë hakikat iman me pas. Shire Allahu Gjelal sa mina e ka bon, shire. Gjdo namaz që e falin, kër hundëmi në atë të jatin e fundit, e bëjmë një dua gjithë. A e bëjmë atë dua, e bëjmë. Që ata që i ledova në fillim. A janë nga suraja Ibrahim, ajeti 41. Allahu Zëlar thot, Rabbena gfirli, wali walideje, wali l'muminine, jo me jekumu l'hisab. O Zot, mi falë gjunohet mu. Falë gjunohet primve të mi. Tjetër, o Zot, falga be gjunohet gjithë muslimanve, a ditë kur dalin para ti me dhonë logari, se pala mën ka me dhonë. O Zot, falga gjunohet e në kek muslimanve tjerë. Kënë ndjenjë Allah Zëllar ka dosh me në ndjelë gjdo namaz. Edhe e namaz që falin në qkit gjami, muslimoni na e bëjna qkit dua. Edhe e që falin në gjami në Sultan Ahmet, edhe në Turqi i matë modhen, muslimoni e bëjna qkit dua. Edhe e që falet në Damas, ku janë të vra dhe masakru musliman dhe fmi, edhe në atë gjami, bënë që kjo dua. Po edhe në Kutsin e okupuar nga qifutët, muslimanët që e falin gjumon dhe namazët qera e bëjnë që kjo dua. Edhe pra në dhorit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në Medine, që ati nga të dhorit ati, në Rauda, të bafqe e gjenetit, muslimani e bëjnë që kjo dua. Edhe në Mekke, ofër Qabes, të shtëpia Allahu dhe Gjelal, edhe qatë që muslimoni e banë qëki dua. S'ka dalim mes musliman dhe ndjenjë. Unë e lutë Allahu dhe Gjelal për atë që është në Siri, për atë që është në Saudi, ama e dhaja gjithë që e lutë Allahu dhe Gjelal për mu.
me një qëllim. Allahu xhelat na i falë gjunohet dhe të na ringjallë dhe ta kina let në botën e ardhshme në ahiret. Allahu xhelat inshallah na e bën nasip. Dërua vëllezër, për mos me zgjat më tepër. Nuk guxoj me kon demoralizum. A be hoç ti çka i tu kallzu, po na shumë e larg kanë na. Katastrofë. Dërua vëllezër, zemrat nuk I di kurkush përveç Allahut. A pamjen e jashtme kitë shohim. Ja, se si duket, filoni hoç. Ki drejt në xhenet. Ki çetra, ki haxhi, ki ishi do të prit me laçet të dera. Me trandofila. Po ki çetra, ja, se kita special rall në xhami. Ki në xhenem ka me shku. Kush je ti? Kush je ti me I dhon këto mendime? Kush je? Kush ka caktuar ti policën dunjë? Çata ma ka zomu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a e ki çelë zemrën me këshir ku sa muslimane? Jo se kum çel, pa tërë mos fol. Leja Allahu xhelal, leja, ai e di mas mirë ti. Ata tregojnë një rast çka ndodh në botën e ardhshme, edhe ta rumbullaksojnë. Për me dhon shpresë dhe I myt. Mos thënë mos e xhamati ki hoxha kit udh në msheli, sa las një udhësh. Çe një udhësh po e lëm thon. Një njeri besimtar shumë I mirë, që I ka thon vetes, edhe një njeri që ketë ka ditë shumë gjëna çarima. Këtë rast e tregon Enes bin Malik nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka muhabet I hoxhës. Ka ndodhur në udhtim në një shkretëtir. Shkretira nuk ka si këtu me shku deri mbi pazar. Shkretin, nuk I shivët qoshi. Edhe gjatë udhtimit, ati besimtarit mirë, fillu me ju morë ment, me hub takatin, edhe I rat fikt. Ki gjunaqari që I kanë ditë ke gjunaqarki, ka pa dahi, kisë me ndorë kërkan, matarën me uj me veti, ta është dy zgjedhje. A t'jap ujin këti, ti që urzu, ta freskoj, ta qoj, ama si t'jap këti, unë e si dhanë qosh kretinës, qosh nuk ka. Uj s'ka. E pa të raj, po e moj për veti. Ma mirë shpëtoj vetëm, pëse da kim dalin e këti une? Shpëtoj vetëm. Ama Allahu xhelal kur don një besimtar me e shpëtu, në zemër I hin do mendimet mira. Ma mirë me ndihmoj. Allahu xhelal ndihmon, si ti ndihmoj ti. Ata shti menën ka e mira, dije që mira në sharetën. Imani mirë, funksionon, lëviz. Çka boni tak matarën në moment, e stëpiki pa kaftyra, I dha me pi, u ktheu. Kur u ktheu, u çun kom. Tha çka bone? Tha po e dive trak pak diçka. Dash pak ujë. Nëse, faleminderit, Allah I shpërblet. Edhe nisën udhëra për shkretin. Edhe I dolën qosh. Allahu xhelal, vjen dita va me shpirtin. Dulën para Allahu xhelal, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja peshu në vepra këtij gjunaqar, që ka bë gjuno, hajde ti mot na vepra. Sa I kit mira, sa I kit këqija. Ja peshu në veprat e këqija më shumë. Tha me laçeve merr në këtë edhe shën në xhenem. E murën me laçet, tha gjë nuk kam shef se kit dunjon. Më shef. Po më shef na mos më shohin njerëz, a gjë s'ka. A gjë kit me dan. Kit çka ki bo, kit njerëz që janë konë, edhe që kanë me ardh, kanë me të po, kanë me dalë në televizor, në ekran, video bim. Kret kanë me dalë me I po. S'kam shef ta gjë. Edhe e thanë hajde në xhenem, e murën me laçet për kraj me çun në xhenem. Ki njeriu, ki besimtari mi që I rot pak ta I shkretin. Ki e pa. E njofti. Edhe me shpejtim dul për para dhe I tha, ku e qojni këtë? Dhe në të e qunë xhenem. Unë nalë. Dhe tha, një mu, tha, s'jam të njoft. Tha, unë e jam qaj që duke udhtu në shkretëtir bashkë më ratë fikt. Dhe ti më dha e ujë dhe më kthele, ma shpëtove jetën. Edhe e vazhdu më rrugën edhe I dulëm qosh shkretëtirës. Unë jam qaj. A më njofte? Dhe shash njofte. Ronë to, tak. I qëjtë dur të nalë dhe tha, ja Rabbel Alemin. Ki njeri e ka bo një punë shumë të madhe. Unë jam dëshmitar sot ditën e gjykimit për veprën e mirë që e ka bo ki njeri. Ja Rabbel Alemin. Për hadhe që mund këtë caktu me hinë xhenet, shpëtoj edhe këtë vllahun tem të dashur. Këtë kam ka shpëtu mu, ja Rabbel Alemin. Boni dua. Allahu xhelalu tha me laçeve, doja e robit tem të mirë u pranu. Doja e robit tem të mirë u pranu. Ka pe përdore vllahun tënd edhe hini bashkë në xhenet. Allahu xhelal baboni nasip të dive me hinë xhenet. Allahu xhelal inshallah gjithëve na e bën nasip. Edhe ati besimtarit mirë, edhe ati mëkatarit, Allahu xhelal inshallah ja fal gjunat dhe xhenetin na e bën nasip. Për me rrumbullaksu vëllezër dashur besimtar.
A keni pa kur vendin i misafir të shtëpia? O, hajde bujrun, e unë vdan krijet vendit. E shka ka diçka mi i dhonë, jo s'ka, ngaren, shko blen duqan, diçka t'javna, sa i ki misafirit. Po qofse duhet me flet, shtratin ma të mirë, qashafin ma të mirë, ma të pastër, se misafirit tina. Qofse ka me hongër, alo, diçka t'javna me hongër, se misafir. A ja, bojna këtë sa i ki? Përgjithsi ja bojna, dikun ka nisë me u. Po në përgjithsi, kjo sa i ki i bëhet misafirit. Dhe rua vlede. Qëkitë sa i di që ja bëjna formalisht, mundohemi ta shtina mrena në zemër, ta bëjna rizalila. Jo e të misafirit, po gjdo vlau tonë besimtar musliman, të mundohemi t'ja bëjmë nderin dhe respektin vetëm sa është besimtar musliman. Se vallahi, si ka qatë shemull që e tregua manal, që e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nështë ta hajrin kitë dënjohës që ashe, ama t'esh i bindur. Sa do që është i vogël, hajrin në ahiret eshe. Allahu zilor në e bu nasit. Ndërua vlezër, për mbullaksoj. Allahu dhu gjelal e ka bon që në gjenjat islame, ato që e kina atë kultur, atë tradit, i përcjellim generatat e reja. Përcjelle e këti imani fillon që thëmë, pi para dashmës, të dashmën, të ajo që do martohë, të nona, të baba, pas të në gjenjat me qërët që i kije. Dhe në fund, Allahu gjelal e rezimon këtë, edhe në botën nashme ta vëndon jetën tonë, këtë jetën që e gjetu në kantarë. Allah xhelal inshallah e ban nasip që peshorja jonë, kantari jonë, peshojë në anën e djathtë inshallah. Allah xhelal inshallah e ban të mundshme që rrugën e hajrit, rrugën e drejtë na udhëzoj. Nga zjarmi i xhenemit të na mbroj. Gjentul Firdausi nasip na e bëj. Na mundsoj një jetë begashme me bereqet dhe inshallah të vdesim me shahadet. Duke thonë, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.